unë e di që kam e qura, mua atje më mbante përës me share. Po kam bërë unë atje dhe në fund unë aja dhe ja. Tani nuk i thojt një fëmijës, po mami, po bën atë punë? Kush ishte ajo që flinte për jashta? Ju dashurove me nuse në kushurimin tim. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim mund të sjell zërin e një nëne, ajo është 28 vjeç dhe quhet Sidorela, e cila vetëm përpara disa ditëve është akuzuar nga bashkëshorti i saj Romeo këtu në live me Odetën. Romeo akuzoi bashkëshorten se kjo fundit u largua me të dashurin duke marrë djalin e vogël dhe duke braktisur 2 fëmijët e tjerë. Sidorela e ka ndjekur live-in dhe kërkon që ditën e sotme të reagojë dhe të jetë këtu me mua, por për të gjithë ata që nuk e kanë ndjekur atë video kur Romeo tregoi gjithë historinë e jetës së tij me Sidorelën, unë dua të prezantoj një klip të shkurtër dhe rikthehemi. Ajo kishte ikur me të dashur, to i kam zbuluar mua, dhe me këtë presion më traftonte 5 vite. Më ka dalë në kamerë dhe më ka folë drejt për drejt. Kështu e bëra se kështu desha. Shupa më ka thënë që e ka marrë hotel këtu, edhe ka lënë poshtë hotelit, i ka dhënë telefonin, më tregon Shupa dhe dita ditës, më ngrihet Shupa në 2 natës. Nga gjuni dhe trëmbet. Edhe i ka dhënë telefonin, i ka thënë do shkoj deri në banjo. Banjoa vete 2 orë tipu në bi hotel. Nuk e di se sa ka pasur ajo, nuk e di, besoj që ti nuk i di numrin njërë. Mendova vitet që kishim kaluar, mendova fëmit, edhe dashurin që kisha për të. E ke dashur? Po që normali që kam dashur, më ka qenë në jetë 3 yje. Çfarë do të bëja? Do ta braktisja. Unë kisha mundësin ta mirja në shtëpia e ta nxirja në rrugë. Në ato momente, se ajo në Greqi s'ka pasur asnjë, ta nxirja në rrugë. E fala, çfarë do bëj? E i thash, të lutem mos e bëj më, si në Shqipëri. E dëgjuam historinë e Romeos, i cili ngriti akuza të rënda për bashkëshorten e tij Sidorela. Sidorela e ka parë të gjithë live-in dhe kërkon që ditën e sotme të reagojë, kështu që hap dritaren dhe do lidhem me Sidorelën dhe jemi live nga Franca. Sidorela, përshëndetje. Përshëndetje. Nuk e di nëse e ke parë një emision ku bashkëshorti juaj. Po. Po çka ka ndodhur? Pse e larguar kështu dhe e ke ndar babain nga djali? Unë e kam ndarë sepse asnjë nuk i di arsyet e mia, se po ti din arsyet e mia, do më thonë ke pasur shumë të drejtë që ti e largur në ai person. Po atë person që nuk e njohin, normale që do mbajnë ai person. Ai më dhunonte shumë. Jashtë mase, më dhunonte, qa nuk më bënte, lloj, unë si femër, kam hequr pikat e zeza me atë, edhe e falenderoj Zotin që unë jam larguar në ai person. E falenderoj Zotin 100 herë. Sepse dhe tek ajo videoa që mua më bëri të alkoolizuar, unë nuk pi alkool se zua unë alkooli dhe na vudalliqet nuk kam ikur. Unë një rast nuk pi alkool, asnjë gjë, unë si duroj dot, nuk i dua ato në herë. Unë kam qenë me ilaçe aty. Unë kam qenë shumë e sëmur aty. Në qoftë se nuk besoni, ik në spitalin në Vlorë, jo në spitalin kështu që vjen vizitojnë kështu, se atë kisha natë për natën që bëja soru me natë për natë, sepse s'isha në gjendje mirë vetë. Por, tek spitali, tek psikiatria. Qartë, zemër, nëse ti je një grua e dhunuar, pse nuk e ke denoncuar në polici, Romeon? Unë kisha shumë frikë, sepse ai më dhunonte dhe më linte brenda më kyçte. Babai im, kështu siç jemi bashkë, për ata Allah, nuk të gënjej. Babai ime, kur e ka marrë kështu me kamerë, edhe biles, më rrinte në syrin e babait, oqërripin, edhe më dhunonte në syrin e babait të im. Të më dhunoj mua në syri të shkoj babai gocën si rrije. Por babai juaj pse nuk e denoncoi? Babai me është shumë lartë, sepse unë mama dhe sot e kësaj
vite, mama nuk me kam në spital këtu në Francë. E të shusi Dorila, unë dua të flasë si një nën me ty. Edhe ti e nën dhe ke 3 fëmijë. Po. 2 fëmijët i ke lënë në Shqipëri. Po. Për ata nuk të merr malli. Po, ashtë më merë madhi, ashtë më pikë, sa shpirti ime di sepse unë i kam rritur vetë, kam fletë për jashta, e kupton, unë kam fletë për jashta, në mes të dimrit, borra binte, unë flia për jashta me 3 fëmijë. Flia unë për jashta. Pse flije për jashta? Flia për jashta sepse ai alkoolizoheshe, më rifte, më bënte, shtëpi pasaj, sepse rrimi me qëra, as nuk pagonte as shtëpinë, fëmijët pa bukë, pa gjë, vetëm unë i kam mbajtur. Por Romeo ka treguar që shkonte në emigracion, punonte për familje. Ai pa më pyetur mua thash. Prandaj doja të flisja me ju, të dëgjoja edhe versionin tuaj, për të më treguar çka ka ndodhur në këtë histori. Prandaj edhe kur i kujtoj, nuk e di, ndihem shumë keq. E tash si Dorila, sa vite martesë bëre me Romeon? Unë me Romeon 10 vjet martesë. Nuk do të pyes si e njohur, të më tregosh këto 10 vite të martesë me të? Po, në fillim fare, pas një viti ne kemi qenë shumë mirë. Kemi qenë shumë mirë. Ju jeni marrë me dashuri? Po. Kemi qenë shumë mirë, jashtë mase, duheshim shumë. Pastaj që kur u largua në Greqi, zuri shoqëri shumë të keqe, jashtë mase të keqe, aty pastaj punoja dhe unë bia që mos për shpinë. E qartë. Të ngrë gruaja, barkun të goja, 2 pova, tipi në katë të të zëbrasi poshtë në katë parë, edhe të viki në shpi gruaja ta, da ja, jo së shparë. Edhe 2 herë që kam lindur në Greqi, unë kam fëmijët e mi se kanë parë baban e tyre pranë. Kam ik me këmbët e mia, kanë dalë me këmbët e mia në sallë. Por pse e durove? I till babash. Pse e durove 10 vite? Pse mbajte kaq shumë si burr Romeon kur ai të ka keq trajtuar? Më thoshte mami, o qupë, moj do të vdesi fare, moj, o qupë, o ma po kam fëmijë, thosha, o ma po kam fëmijë, o ma po kam qupën. Nuk dua t'i lëkshu, e kupto me doja vetëm për fëmijët, jo për veten time. Vetëm për fëmijët, ai nuk i mban dot, e biles kur kam ardhur këtu, i kam thënë gocës kështu, edhe vjerës. E di dhe vjera, i kam thënë, ma i thash, unë do iki, i thash se si kisha mundësit që të mirë të bja dhe 2 pasaportat e tjera, ma i thash, unë do iki, i thash una, por unë i thash, unë do kthejmë prap, do marrë edhe 2 fëmijët e tjera, i thash. Po vjera çfarë të tha, se ja pas ke komunikuar vjerës largimin? Po, ja kam thënë vjerës unë. Më tha mua, okej, më tha mua, se ajo s'mi kalon 2 fëmijët e tjerë. Në rregull, më tha mua, ik njerë me çunin, më tha mua, pastaj ta kur të vish, më tha mua, merr dhe këta 2 të tjerët. Sepse çuni im tha s'është për ty, tha. Ai më la me një nën të paralizuar. Ai më la me një baba të sëmur. Më la gjithë të shtëpi, më la mbi kurizin tim. Laja me qurra e me të gjitha mbi kurizin tim. Unë kam punuar në hotel në Radhin, ndihmës guzhunjere. Qartë. Punoja me 2 turne, ikja në ora 5 të mëngjesit, vija në ora 12 të darkës. Vija e vdekur. Plus e sëmur, plus me ilaçe. Kjo vetëm unë që e kam bajt atë shtëpi. Si Dorila, vetëm unë. Ti e ke ndjekur atë live kur Romeo ishte me mua dhe qante për të birin, për djalin e vogël. Ato lot janë lot sepse ai ma ka thënë vetë me gojën e tij, ato lot janë që ai ka bërë shumë faj. Nuk janë për mall, për madhin e fëmijës, se ai si ka ndrit asnjëherë pranë fëmijëve. Asnjëherë në jetën e tij unë se kam parë njerë ti thot fëmijëve të keqe babi. Keqe babi. Kur fëmija të kërkon për të ngrënë e ti thush i kërkoj mami, ku të futet mami? Ku të vete mami? Kur ti e shtyr dhe kësaj shtëpie, mami ku të vete? Ku të gjej? Ai të ka akuzuar që ti e ke tradhtuar që në Greqi. Besoj e dëgjove. Unë e dëgjova. Nuk është tradhti. Është
në Greqi, jo as e kam takuar, e kupton? Thjesht shok. Vetëm më mbështeste. Pavarësisht se ai foli shumë budalliqe me atë dhe ai na i nati i tha këto gjëra. Unë thjesht shok, se unë të isha për shembull ta kisha ose si bie ta kisha tradhtur, unë nuk do isha sot këtu vetëm. Pse? Në Francë. Ti në Francë je vetëm apo je me personin që... Jo, unë jam vetëm në Francë. Unë i kam fletat të gjitha, kam ardhur për udhje mbrojtje këtu. Kam ardhur vetëm. Unë ai personi kam edhe duart të shikoj. I shikon? Të ka dhunuar? Duart e mia. E shikon? Ai më ngulte fikën, shtatzane, barkun të goja, më ngulte fikën. Unë kam dalë la salla. Kur kam dalë la salla, për atalla, më ka gjujt me barë, me shelëm me barë këtu, me plak të hapur. Që të dhunohet femra, nuk dhunohet. Kjo është e patolerueshme dhe unë nuk e di nëse është kështu e vërtet si ke qëndruar ti 10 vite me Romeon. Shumë e fort kam qëndruar, sepse ai më rrifte dhe më gjuzte brenda, më kyçte. E dashur Sidorela, unë dua të tregoj me sinqert, sepse Romeo na vuri në dispozicion një video të një personi i cili tregonte që ishte me ty, të dashuronte ty, ai i thoshte hiqi cilibrimet se unë do martohem me Sidorelën dhe djalin kërkoja Sidorelës, jo mua, se unë s'kam punë me djalin tënd. Po, të ja ka thënë ai. Të ja ka thënë sepse ai s'është as me djalin, s'është as me mua. Ai është me familjen e vet. E dashur Sidorela, ti ke marrëdhënie me këtë person, le të themi jeni bashkë në një marrëdhënie dhe pse jetoni të ndarë? Ja, thjesht unë e kam si shok. Pavarësisht se ai tha shumë gjëra, se dua t'ja za femrin, se është më shnerveritur, edhe ja tha vetëm për inat sepse një burr. I thot nga telefoni tjetrit që unë e kam përdorur kështu, e kam bërë kështu, nuk thohet. Si e kam përdorur? Si nuk të kuptoj? Romeo, burri jot i ka thënë? Po, i ka thënë atij çunit që unë atë e kam si ta them unë më hapur fare. E kam përdorur si të më desh shefi. Por pse ty Romeo të ka shfrytzuar? Mua për shembull nuk se unë asnjë nuk e bëj atë gjë që unë t'i në rrugë të gabuar. Unë e di që mbledh kanaçe, e kam më të ndershme, e di që e kam kokën të lartë, kudo që të vete, sepse e di veten time si jam, e di veten tim çka kam hequr, edhe atë gjë unë se bëj kur, nuk e lejoj kur në jetën time, unë më mirë i pres këto, edhe atë gjë se bëj. Romeo nuk ma ka thënë mu, i ka thënë ati tjetri që ajo e kam pasur unë grua dhe ka bërë unë marrëdhënie më përpara me atë, e kupton? Mirë, është i qartë, ai ka qenë partneri jot, burri jot, por... Normale, po jo ti tregosh tjetrit çka ke bërë me grua. Por ti po tregon që këtë person e ke shok dhe asgjë më shumë. Shok e kam në këtë dhe ai këto gjërat ja ka thënë për inat të tij. Sidorela, unë nuk të paragjykoj pse ke një partner të ri, në mënyrë absolute. Jeta vazhdon, absolutisht. Por ajo që më ka shokuar është një moment kur Romeo më ka thënë që vajza ime më ka treguar që priste poshtë hotelit dhe nëna shkonte lart. Dhe nëse e ke bërë si veprim është e turp, me babeso. Ja. Unë se bëj kur. Unë këtë nuk e nxi asnjëherë. Asnjëherë. Jam 28 vjeçe, jam rritur vërtet me alle, o mos një gjë që unë të shes trupin tim kur në botë, sepse unë punoja dhe i pres këto. Unë në ratë të parë nuk ja ull kokën, as burit as njeriu, në ratë të parë unë ja ull vetës time, prindërve të mi. E qartë. Unë si jam për shumë në atë fazë që unë të shes trupin tim për mos o zot për 5.000 lek, apo për 10.000 lek kur në botë. Unë e dija që veja për kanaçe, për e kura futesha në kazan me ko, edhe atë gjë se për kur. Kur në botë.
E dashur Sidorela, ti po më tregon që ke qenë një grua e dhunuar, ai nuk të ka respektuar, nuk ka sjell para për fëmijët, ke vuajtur me Romeon dhe ti gjete një moment kur ai ishte në Greqi dhe ike. Pse nuk e njoftove? Pse nuk i the dua të ndahem prej teje dhe të divorcoheshe? Dëgjoj. Ky kishte kaq kohë, më thoshte mua, mos puno, mos ik në punë, mos ik në punë. Okej, tashun, drejta një javë në shtëpi. Më tha mua do përgjigje mu për shtëpin. Erdi ditën që ras, na erdi i zoti i shtëpisë. Se normale, po se lave të nxjerr për jashta. Patjetër. Edhe i themën titun, Romeo, erdi zoti i shtëpisë, duhe lekët. S'ka mund, ja prikta, ai pinte. Nuk pi vetëm alkool. Se qa pi tjetër? Ai pi lloj gjërash. Lëndë narkotike? Shumë. Shumë. Të ta dini mirë. Edhe, i them, ju më thot mua, s'kam tani, bë tani, vini zoti shtëpisë, më thot mua, dëgjoni këtu, thot ai, po si paguat të, ju do dini na shtëpia. Edhe unë i them vjerës, unë i them, unë nuk e pys ma atë, i them, unë do i ki në punit. Unë nuk i duroj do të fëmijët e mi të më shajnë për të ngrënit. Ai mund t'i duroj, po unë si duroj do. Se jam nën më djek shpirti. Vete në punë fillon këtu, jo ande, jo po te merr nënën time, merr babam tim, merr vllan tim, merre se se du më, merreni lart se se du më. Ai e ka bërë këtë gjë që unë ka marrë kurso. Ka qenë Romeo që ka kërkuar që ti të largoheshe? Po. Ishte Romeo ai që i kërkovi nënës time, merreni dhe merreni. Merreni dhe merreni se se dua më, merreni dhe merreni se se dua më. Okej, ta marruni, që pëndim sa lëmezori, ta mamim. Sepse Romeo më tregoi që unë isha në Greqi dhe më njoftoi nëna që ajo kishte ikur. Jo, Romeo ishte në djeni të kësaj, edhe biles, më ka marrë këtu, Romeo a fliste me të pirit. Romeo a fliste me qunin, edhe më ka thënë kështu, do vi dhe unë aty, do vi dhe unë aty ma ka thënë. Romeo a ishte në djeni, se si e ka marrë qunin, se si e ka kaluar qunin për të gjithë. Sidorela, si e kalove djalin pa prokur? Unë djalin e kalova tim drejtën pagova. Në kufi? Po. Në çfarë kufiri? Unë nuk i di mirë këto se unë në shere parë që vinë mos të gënjej po, pra kalla mos të gënjej po, nuk e di. Se s'dua të gënjej, se nuk je ashtu që të gënjej, po i bie po të gënjeva aty zere se kam gënjur në nënën time. Po, pagova parat që kalova që. E diti që kjo është e jashtëligjshme? E di, po vjera im ishte në djeni për këtë. Vjera im. Më tha vjera, kur të kalosh të njëta, pasaj merr dy të tjerët. Sepse Romeo të ka denoncuar. Dhe Romeo, unë po të flasë shumë hapur, që ti dish disa gjëra nëse vërtet nuk i di. Ti e larguar për t'i shpëtuar dhunës me pretendimin që do i kalosh edhe dy fëmijët e tjerë, në mënyrë të jashtëligjshme. Romeo të ka denoncuar në polici dhe nëse ti kthehesh në Shqipëri, ndalohesh nga policia. Unë ja kam thënë Romeos, unë vërtet do ta bëj, po unë do ta bëj për fëmijët e mi, le ta bëj. Mirë. Nuk e trëm syrin, sepse e bëj për fëmijët e mi. Po, vërtet e bëm për fëmijët e tu, por ke shkelur ligjin dhe mund të rrezikosh edhe burg nëse vjen në Shqipëri. Le ta rrezikoj, nuk ka problem. Nuk jam pishman fare, jam shqyr Zotit tem, falenderoj Zotin dhe nënën time që më mori këtu. Sepse më oshin na një, nuk di çfarë them, na një familje shumë, unë e di çka kam hequr, ai mua atje më mbante për rysmeqare. Pse ti ke bërë rolin e shërbëtores, jo si nuse e shtëpisë? Jo si nuse. Mua ai atje më mbante për rysmeqare. I laja të jëmë si fëmijë, i laja baban si fëmijë, i rja në kokë, i bëja. Po kam bërë unë atje dhe në fund unë aja dhe ja. Po jo ashtu, nuk bet ashtu. Sa unë kalova fare në depresion, nuk dija më qa bëja, nuk dija më. Dhe sinqerisht më vjen keq për gjithë situatën e shëndetit tënd mendor. Sidorela, ti më tregove që kur mbërritje në Francë, Romeo fliste me djalin.
Por çfarë ndodhi? Pse ti e bllokove më pas? Me bllokova sepse ai filloi të ofendonte shumë publikun në Shqipëri, të bënte shumë ofendesa. Shumë. Por për çfarë të ofendonte? Sepse ai kishte vajt në Shqipëri dhe numbrin unë që kisha marrë në Shqipëri, pe kishte marrë atje, kishte bërë që më ka unë numbri. Pa të numbrin e kisha unë. E përdori e ti? Unë kisha WhatsApp-in me atë numër, po unë kisha të personin, të shokun, e kisha tek ai WhatsApp-i. Tani ky nuk e merr atë tjetrin që ta pyesë se kush je, po direkt me ofendime. Se nuk ishte parë për shembull na një mesazh ose na një budallika atje tek ajo. Po vetë sa e kishte marrë atë botin e kishte sharë, ai kishte thënë kush je. Ky direkt me ofendime. Ju kur jeni larguar nga Vlora drejt Francës me këtë person, jeni larguar, shoku të ka ndihmuar? Jo, ky person nuk ka ditur gjë fare. Ky person e ka marrë vesh kur unë kam qenë këtu. Ju sa kohë kishit që e njihni të person? E keni njohur që në Vlorë, besoj? Unë po bëj ca vite, të them të drejtën, po bëj ca vite që e njoh, po thjesht shok. Vetëm shok. Më ka mbështetur shumë, më ka folur shumë, ba e trurin në vend, çdo gjë do shkoj mirë, je re akoma, mendo për fëmijët, pse të bësh kështu, e kupton? Ose pse të kalosh në këtë moshë. Më jepte shumë, sepse unë ai s'kam pasur mbështetje. Sidorela, në momentin që ti mbrite në Francë, Romeo filloi të ofendonte dhe ti e mbylle telefonin. Po, e mbylla sepse më ofendonte shumë rënd, ofendonte nënën tim, për normal se për prindrit nuk durohet. Për prindrit nuk durohet. Por ti me fëmijët në Shqipëri, me djalin dhe me vajzën, flet? Ai ka frymzuar shumë fëmijë, biles unë i kam dhe me fakte, i ka frymzuar shumë fëmijë, edhe gocën dhe çunin, edhe sa merr çunin e vogël, tani nuk i thohet një fëmijës, po mami, po bën atë punë? I thohet një fëmijës 3 vjeç? Romeo i thot djalit? Po, i thohet një fëmijës, di ai çfarë është ajo punë? Nuk e di. Sa kohë ke që nuk flet me vajzën dhe me djalin? Po bëjna 3 ditë po, edhe sa e hap të them të drejtën hapur fare, sa e hap që flas me gocën vetëm sa e shikoj se nuk mi nxjerr, edhe vivon direkt ofendimet e bëj blok direkt, e kupton? Më mori që pari me alo dhe çfarë nuk më tha. Çfarë nuk më tha, lloj budalliqesh. Do më lejosh ta marrun Romeon? Po. Sidorelën e pyeta nëse kërkonte të ishte përballë Romeos dhe pranoi. Kështu që në këto momente unë dua të hap dritaren, të ftoj dhe Romeon, i cili aktualisht nuk ndodhet në shtëpi, më ka dërguar mesazh sepse e kam njoftuar që të isha në live me bashorten, edhe ai nga ana tjetër më ka kërkuar që të ishte në live përballë Sidorelës, por ka marrë konfirmimin e të dyve që të jenë të dy përballë njëri tjetrit me shpresën që të gjejnë gjuhën e përbashkët dhe mos të arrijnë në ofendime dhe mos të zgjidhet asgjë. Nuk e di çfarë të ndodhi në këtë përballje, kështu që do hap dritaren edhe për Romeon. Romeo, përshëndetje. Përshëndetje. Siç e shikon, jam me Sidorelën këtu. Kam disa minuta që flas me Sidorelën dhe Sidorela më tregoi që është një grua e dhunuar. Tregohet grua e dhunuar. Në qanë qysh, si tregohet e dhunuar, ka një fakt, një diçka që të tregoj që është e dhunuar. Dhe faktikisht unë s'kam qenë absolutisht në Shqipëri. Unë jam futur në 18. Në Shqipëri, ajo ka ikur 19. Si e kam dhunuar unë, më shpjego që këti mua si e kam dhunuar unë atë grua. Dhe mos fol shumë. Dëgjoj këtu, se kam unë gabime që s'të kam denoncuar që në fillim. Kam unë shumë gabime dhe nëna ke denoncoe. Kush ishte ajo që qëlloheshe me shjel me të dole në apetitni? Kush ishte ajo që qëlloheshe me rip? Kush ishte ajo që më ke bërë kajs? Kush ishte... Romeo, kajs për të me. Kush ishte ajo që pinte për jashta? Kush ishte ajo? Kush ishte ajo?
Ti mua, dëgjoj një sekond, ti mua më ke dalur në depresion, pi alkool. Jo, femër më ka dënyer 5 vite, jo ty 5 minuta, kjo ka dënyer 5 vite. Më ka ndrejnë mua 5 vite ka që me tashnor. Me dashnorin 5 vite. Dashurove me nusën e kushurimit ti. Me kushurimit tënde. Por jo se da ato ka qenë nga dhime të tua që kanë qenë nga Toate vita janë dhe njëstra. Janë dhe njëstra. Më ka skelu 5 vite, një diskurore, 5 vite. Ke njerë. Tregoj, shikoj. Qatë pushina, qatë Po ti gjitha më ke trasu 5 vite. 5 vite. Shikoj që qa kulture ka. Romeo. Përgjigjuna për familje. Nuk të flasim e ratë të lutem, Romeo. Unë kam lindur, si ke ndoj prana, ti familje preveçare. Si ke ndoj prana. Romeo. Kjo është një gënjestare dhe vete me dashnorët Andre me dashnorët e saj. Ajo është me dashnorët e saj, ajo është 5 vite. 5 vite me dashnorët. Sidorela, më lërta me në gjurë. Dilë të të duroj do të nëse të ma carona lerva. Luna, o qëra tje të ga Luna. Romeo, ka mundësi një sekund, Romeo të lutem. Regullat i vendosun, më respekto të lutem. Sidorela, të lutem, qëtësohu pak të lutem. Romeo, atëri do më respektosh. Romeo, të lutem. Unë e kuptoj që ndoshta ti e akuzon Sidorelën për tradhti. Pse e mbajte si grua kur të tradhtoi? Pse e mbajte 10 vite si grua? Se këtë pyetje i thash dhe Sidorelës. Pse e mbajte 10 vite si burr kur të dhunoi? Shikoj një sekundë që zonja Odeta. Unë të aty e kam bërë vetëm për familje. Kur e kam parë una, kam parë pisedën, Allah që është një. Të në kokën, se po e përdore. E more vesh. Më dëgjon. Mos qarë po ti më kesh ty po 5 vite. Me radhë, Sidorela, të lutem, qetësohu, Romeo, të lutem. Tani, sepse nuk dua që të shikoj lotët e Sidorelës. Sido që ti jetë është një nën, dhe preket kur edhe u preket kur qa. Ajo është një nën pa mëshirë. Romeo, të lutem. Mund të më kthesh disa përgjigje, të lutem. Sidorela nuk tha që më dhunoi ditën që ika. Ajo tregoi jetën e saj. Ti e ke dhunuar grua në 10 vite martesë? E ke dhunuar? Si? E ke dhunuar? Nuk të kuptova ty. E ke dhunuar gruan tënde në 10 vite martesë? Una gruan tim, shikoj, kemi bërë debate, po një datë ke ka ngrë, aman që ta dhunoj në ato që tjetë ajo. Zonë, do një të fusun baban ti që ka parë vetë pitira me sy. Do një të fusun baban ti, qa do fusë ti baban ti, po baba jo ta në tëndë, se baba jo. Një sekund, do flasim një të lutem. Romeo, që mos ta degenerojnë bisedën, ju tashmë keni jetën tuaj, ti ke jetën tënde, Sidorela ka jetën e saj, jeni ndarë. Vetëm divorci nuk është bërë që do bëhet, besoj. Ajo që u lidh janë fëmijët. Tani, unë si më e madhe në mosh, mund t'u jap një këshill, i keq, i mirë, ti e babaja atyre 3 fëmijëve. E keqe e mirë, Sidorela ngelet nëna e atyre 3 fëmijëve. Pse nuk gjeni një gjuhë të përbashkët për 3 fëmijët? 2 i mban ti, 1 e mban Sidorela, dhe është gjuna e Zotit që fëmijët janë ndarë kështu. Një sekund të lutem, mund të jap puna përgjigjen të kjo? Po, mund të dëgjoj. Tani, unë atë fëmijë nuk ja lë asaj për atyje, se të gjitha që më ka treguar Çupa, dhe po e ndjet në psikologe, që po neve do kaloj edhe në psikologe në gjyq Çupa, atje me gjitha ato gjëra dhe çuni nuk ka përqendrim
psikologjikore dhe goditje, unë do ikë dhe të pas njësë do ikë në tira për t'i bërejgjën e kokos, fëmijë tuna, një sekund të lutem, s'kash me rallë. Do flasim me rallë. Tani, unë si kam ndërcim asaj femër, ajo femër është e pavimshme, pse për arsye ku me një fëmijë në vjeqe të bredi nga për hotele dhe të bredi nga për vëndet të tjera, una nuk kam ndërcim të ajo femër, Donja Odeda, ajo femër është e papërgjishme, është një nën e papërgjishme. Me këtë, unë nuk për ju të regoj fjallë, për ju të regoj fakte. Por nëse ju deni faktet e mia, unë do ja uqoj që ndiqet nga psikologja. Dhe psikologja i ka treguar të gjitha, dhe janë të shkruajtra, të gjitha të psikologja. Unë nuk po ju gënjej, ju thash, faktet ja u tregoj të gjitha, dhe tregova dhe radhën e parë faktet. Edhe nuk kam arsye të gënjejt ajo një njëri desa kam gënjëret, mua 5 vite që të gënjej ty tani për 5 minuta, nuk më gënjej njëri mua, nuk më gënjej njëri mua. Nuk gënjej unë as nga Sidorela, as nga Altin Mustafa, jati sa jetë një burë, qikoj atë video që t'kam qua runa. Kam qua runa ajo video që e rejtë. Baban ti s'ke shanse t'jo restë si vide. Dhe ta qikoj pa njëriu, dërkoj që e që përse martuar. Një sekund, lëkus më kam bati me buk me vatët e tua pa hajde. Romeo. Donja Odeda, jo një sekund, unë jam... Kjo pas tu i ka bërë, ore, ti bje në analisë në nëndë, ore, ta mirje, bam, o në najtë, moj, po ti s'pate të ore. Ti mundet të flasësh par të duash. Të gjera që po puaj ti, nuk i nisi të kondotë ti, për asë një gjë, se ti s'ke një pak për mua. Unë do të ndjek me të gjitha dhe dua djali në Greqi, në Shqipëri, që unë që ka veç në të flasun një sekund, ti ishe një grua që më te do bis në Francë edhe të më mostrojë edhe të më mirë atje që të bërë grue vëlluar, më mirë për një të tike me dashmori dhe munde ata për një të kaloni në vetimorje. Ke qenë ti, po mirë do t'i tregoj një mesazhe të gjitha, do t'ja tregoj në dedës mesazhe të gjitha. Do t'i tregoj una dhe ke bërë grue vëlluar. Ke bërë grue vëlluar aty. Grue vëlluar e kam bërë. Tani po. Zoti ma, Leri qeshit e tua, përsa të qeshit e tua janë pa vlera, nuk kam vlera. Se kam jam regju 10 vjetë nga të qeshjen të ndë. Ti të kishe një vimësimi për ata fëmijët. Urdo, unë s'jam asë në Itali, unë jam në Francë, urdo. Unë nuk jam asë në Itali, ku ke qenë ti me ato video ta, mos me intereson fare se ku ke qenë ti. Unë dua vetëm fëmijën time ti. Ti ishe aq një në mirë. Më trisje poshtë, në Shqipëri. Ti ishe aq një në mirë dhe grua. E qenë qëmë. Një sekund të lutem. Ti ishe një grua e qenë të mëtoje. Romeo, hajde poshtë në Shqipëri. Hajde në Shqipëri. Dhe ndajse dhe një qenë praktisja ta fëmijët. Nuk i praktisje. Romeo. Nuk i praktisje ata fëmijët me një të sakati atje, sikur ata fëmijët ishin në rrugë, sikur ishin në rrugë ata fëmijët. Ti, aq për fëmijë klasë çfarë të dua. Ti mundet të thua çfarë të dua ti. Se baja shpinë, laja qëran, laja drita, laja ujë me të ngrënë, të birë e ilaçe. Ti qatë sopa, ti sopa i e bërë sopa. I e bërë sopa në frutë e kokës. Në frutë e kokës i e bërë sopa. I e në në papëgjërës. E kuptona vojo. Poqe kokës, normale që do kalosh, poqe, gjak në undët, të nxira, që të tema ty, me voj, të rama, shkam grënë. Romeo, nëse e ke dhunuar shumë e rëndë. Romeo, nëse ti e ke dhunuar Sidorelën ndër vite, është shumë e rëndë.
Je me pa përgjeshme, o si Dorela, mos u... Mos e ke mua vetin, mos e ke. Mos e ke mua vetin, se përshina majna ta komisar vite, se mos i ke ndojtina mirë pranë, si në spitale, si në shurë. O si Dorela, Jo, kot. si Dorela. Po ti s'kishe mos filas për në në të Ti e ke të koskën, më ti ku e ke pasi ti e të koskën bërë. Romeo. Una pilona si qenë, që t'ju mbaj O një. thon, shtyje një paralizuar imet në shesh, kur je i pirë. Ja. Shesh janë njëra ajo tani nuk i stimulon do të ato gjëra të tua, o si Dorela. O si Dorela. O si Dorela, ti e një degeneruar. E ka ngrit kjo botë Ti e për të një femre degeneruar, ka i të tem. Romeo, Edhe të kam treguar për derën, ikse i mbaj vetë prindrit e tu. A nuk të kam se këta, se si i sot. Pa. Ti mund të flasësh pa duash. Romeo dhe si Dorela. Ne mund të rrimë orë të tëra këtu në të live dhe nuk zidim asgjë. O, ti ku që dojtë për fëmijët e tu. Për fëmijët e tu, dhe vajtë e një mes të rrugë të ina. O, së një gjëra koti edhe koti. O, së një gjëra koti. Nuk e të Romeo, të lutem. Je një femër e pa logjike, je një femër. Romeo dhe si Dorela. Dejare, mësot të flasësh e luma. Unë të mësoj una të flasë. Romeo, Ne ne mund të rrimë orë të tëra këtu, ju të dy të ziheni, unë t'ju dëgjoj dhe nuk zidim asgjë. Tani ju lutem, jeni të dy të rritur. Mund të flasësh... Jeni të dy të rritur. Si Dorela është në 28 vjeçe, ti e 30 vjeç. Mund të mendoni për ata fëmijë, mund të gjeni një gjuhë të përbashkët për hir të atyre të fëmijëve. Nëse si Dorela Romeo, nëse si Dorela të ka tradhtuar, e ka bërë atë veprim, do t'i marri vetë gjitha gabimet dhe mëkatet atje edhe lart për të vete Zoti. Ti e ke dhunuar, e ke shtrajtuar, duhet ishe në burg nëse është e vërtet, edhe ti do i marrësh të gjitha mëkatet vetë me vete. Ore tani, mund t'i harroni dhe për hir të fëmijëve të gjeni një gjuhë të përbashkët? E kam dinuar. Jo, të gjeni një gjuhë të përbashkët. Sepse jeni prindër të 3 fëmijëve që nuk kanë kusur ata 3 fëmijë të rriten me 2 prindër që shahen dhe ofendohen. Një sekundë, donja, tu ke shumë të drejtë, unë ja sqarova si Dorelës. Mundet si Dorela, i lutem edhe këtu, më sjellni djalin poshtë edhe të shikon jetën e saj, kaq. Atere. Unë kaq duan ajo dhe kur të dojtë vi ti sakoj ti bëj të që unë fëmijën atat nuk ja lejoj fëmijën atat me gjithë ato gjëra që ka bërë të çupa. Romeo, ti pretendon të marrësh kujdestarin e fëmijëve, duke thënë që si Dorela është një nënë e papërgjeshme. Si Dorela këmbgul të marrë dhe 2 fëmijët e tjerë dhe të rrisi fëmijët bashkë. Atere, nëse nuk gjeni një gjuhë të përbashkët, drejtohu gjykatës, kërko divorcin, qof fakte për nënën, sikurse edhe si Dorela do çoj fakte për ty, për babajnë e fëmijëve, dhe vendos gjykata se kush do ta marrë kujdestarinë e fëmijëve. Gjë normale do të jetë. Nëse ju nuk gjeni dot një gjuhë të përbashkët, atëherë është gjykata që vendos. Dhe di ajo se ku t'ja jep kujdestarinë në bazë të gjithë fakteve që ju do çoni dhe ajo do arsyetoni për më të mirën e fëmijëve. Ke diçka të fundit për t'i thënë si Dorelës përpara se të falenderoj që të pata? Unë kam diçka tani, si Dorelës kaq, unë që e thash dhe pak më parë. Si Dorela, mos t'imbulo dhe mos bëj gjërat më keq si Dorela, të arsyetoj, të komunikojnë kështu, më mirë, më sjellë djalin poshtë, të ikësh në punën tënde, edhe kur do ke nevojë, kur të dua si se po shikoj atë tënden. Ke diçka si Dorela? Edhe kaq, edhe një diçka tjetër, të lutem si Dorela, mos t'imbuloj gjërat. Në rregull, ti thua gjërat për të pasur dhe bukur. Ke një përgjigje si Dorela për t'i kthyer? Dëgjoj. Në rast të ajo ku ka menjuar 5 vite, ku ka si Dorela ka vitë, që një 10 minuta ose një. O të lutem tani, o Romeo. A e dëgjova? Romeo, ja bëre pyetje, të lutem lëre t'i kthej përgjigje si Dorela. Si Dorela, çfarë përgjigje do t'i japësh? Unë do t'i jap të
përgjigje. Unë do bëj çmos që unë të ndaj divorcin, edhe ato i ka gjykata çfarë do na japi. Si mua dhe atit. O mos, kur të flasi me fëmijën i kërkoj këtë, kur të flasi me fëmijën, jo ti thot fëmijës, jo ishte mami lart, jo ishte mami poshtë, edhe jo të më ofendoj. Sepse unë nuk duroj dot më. Nuk e di se qa postuaj. Ja, shikoj që Dorela, që i nuk e di. Më mori pak më parë zonjë dhe më ofendori. Të marrë të kokën Allahuma që po e kujton që gjëra koti. Për gjenjesët. Po jenë nëne pa përgjeshëm, qa zonjë temu. Je jashina me një njëri, ka me zhvizë. Do të tregoj edhe fotot, si ajo e mban shunin, si shuni është i goditur në faqe me kaj ditë, shuni është goditur në faqe me kaj ditë. Shuni është për mashallah, është me kopësh është, me vaksina është, me të gjitha është. Shuni është për mashallah. Me vaksina, po shqy që u bere një nëne përgjeshën për atë fëmijë, se këta tu një jam në shkollit e putu, i kanë të gjitha me gjitha me gjitha. Në shkollit qova, në kopësh i qova, për vaksinat janë në bërë. Që u bere, që nuk e di se qa të këtej për mbysë. Urdo. Okej, do një ogenda, mund të mbyllim qa bisedë. Mund të mbyllim të bisedën ku edhe të sjaroni. Dakord, mund të dalësh dhe flasim. Të falenderoj, Romeo. E dashur si Dorela, mua sinqerisht më vjen shumë keq për fëmijët, sepse ti e rritur, Romeo është i rritur, i zitni vetë rrugët e jetës, e bën jetën si doni, por t'jap një këshill. Edhe unë jam nën, mendo për fëmijët. Një fëmijë është i lumtur kur dëgjon dhe zërin e nënës edhe të babait. Mundohu të gjeni një rrugë të përbashkët me Romeon për hir të fëmijëve. Është e rëndësishme që ata fëmijë mos rriten me trauma. Po, ashtu ai ka për fëmijët me trauma, sepse kur mua fëmia më thoshte kur më rinte ai më thoshte oma, hajde bëjmë valigje, ikim te nëna. Oma, hajde bëjmë valigje, ikim te nëna. Po ikëm te nëna, ti pse rri për punë? Që të takot një fëmijë këtë nuk është dëgjuar apo jo? Sepse ajo fëmijë ka parë vetë me sytë e saj edhe i ka dalë japit vetë kështu. Që të dalë një fëmijë kështu, Roela është, çupa im është. Që ka parë lloj vetë në sytë e saj tek mua. Parvasis ata i e frymëzon e bën, ai o vetëm kur flet me mua, vetëm me shiki, me shkon atë, edhe o kul kokën me ikën. Ti e pe vetë, çfarë sjellje bënte. Unë t'jap një këshill, djalin e vogël mos e ndaj nga Romeo dhe bëj çmos të kesh kontakte me vajzën edhe me djalin tjetër në Shqipëri. Unë me vajzën tim po. Ka nevojë për ty. Me vajzën tim po, i dua. Si me djalin e tjetër, si me vajzën, një rosi lëkur ata, kur nuk do t'i lë. Copa do bem, kur nuk do t'i lë. Mirë, më vjen shumë keq për gjithë historinë tuaj, që nisi me një dashuri të fortë dhe të bukur dhe përfunduat kështu pas 10 viteve. Më vjen keq, sinqerisht. E pe vetë çfarë njeriu ishte, bileza aty ishte i alkolizuar se dukeshe, pa i po alkolizuar flet çik si tepër. Edhe mi më onë që s'të kam vendor, që s'të pa i babai im ka particira me masa qante. Mos, ore mos, qa i bën qufës, mos. Që të ta thot babai këtë në kamera, nuk është parë. Unë të uroj gjithë të mirat, falenderoj që pranove të flisje dhe të tregoje versionin tënd dhe të ishe në një përballje me ish burrin tënd dhe uroj më të mirat për ata 3 fëmijët e tuaj. Qofshin të lumtur. Faleminderit shumë. Të përshëndes nga Tirana. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram apo Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me ju me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.